Kur I kthyem përsëri, unë jam me Ardian Koçin, ish drejtorin e administratës së zonave të mbrojtura Fier ose drejtorin e parkut kombëtar Divja Karavasta. Personi I cili për një periudhë kohe u bë fokus I vëmendjes për të gjithë ambientalistët, por në mënyrë të veçantë për ata që e kishin frekuentuar dhe kontaktuar drejt për drejt, jo vetëm nga Shqipëria, nga Kosova, por dhe nga shumë vende të Evropës, përfshi këtu ambasadorin e Bashkimit Evropian, italianin të cilin zoti Koçi e bëri edhe mik. Ardian, si ishte historia e ambasadorit Soreka? Ambasadori Soreka disa herë ka ardhur në parkun kombëtar Divja Karavasta për ta vizituar edhe e pëlqente gjithmonë. Ka ardhur edhe familjarisht atje, në mos gaboj me temën, një herë ka ardhur me gruan e tij. Dhe kështu, ishte një nga mbrojtësit më të gjatë të parkut. A kishte në dorë ambasadori për të shtuar buxhet? Se për hir të vërtetës Ardian, juve me mënyrën tuaj të menaxhimit treguat që kur ka persona që janë të apasionuar, ndërthurin punën me pasionin, ndërtojnë një staf dhe një klim të fortë besimi ndër gjithë personelin, sepse për hir të vërtetës duhet të themi një gjë që pavarësisht rolit dhe kontributit tuaj, ju nuk mund ta kishte të sukses pa një grup djemsh dhe staf të mrekullueshëm simpatik që ju suportonte në çdo hap tuaj, apo jo? Sigurisht. Për këtë edhe në natën e dhënies së çmimit, unë deklarova që ai çmim nuk I përket vetëm mua, por I përket edhe atyre djemve që kanë punuar me mua atje ditë e natë. Jam kurreshtar për të ndarë me dëgjuesit e Radio Lushnjës. Nga momenti I largimit tuaj, më rezulton që nuk është se ka ndonjë përmirësim të kësaj marrëdhënie së ngrirë mes ministrisë dhe ADZM-s Fier ose në mënyrë të veçantë parkut kombëtar Divja Karavasta. Po sigurisht mënyra e largimit tuaj, këmbgulja e gjatë, lufta e ftohtë dhe e nxehtë që u shpall mes jush si individ, por natyrisht pas jush qëndronte një staf që mori dhe ai kostën e tij, por largimi juaj nuk është se ka ndryshuar këtë klim. Si interpretoni këtë situatë? Për mua ka një shpjegim që duhet të them edhe hapur. Pastaj mund të jetë edhe objekt hetimi. Sepse parku kombëtar Divja Karavasta ka qenë pjesë e një projekti të Bashkimit Evropian në fazën e parë të atij projekti që mbaroi, mos gaboj, në 2019 dhe ishim në prag të fillimit të fazës 2. Një gjë të tillë ma kishte konfirmuar dhe ambasadori Soreka. Me ndryshimin që ndodhi në qeveri dhe me ardhjen e ministrit të ri, zonjës Kumbaro, parku kombëtar u hoq nga ky projekt. Dhe fondet u devijuan në zonat të tjera. Vazhdon akoma që ajo zonë të jetë një zonë e parë jo me sy të mirë nga drejtuesit e ministrisë. Për mendimin tim, sepse edhe në kohën time ne nuk pranonim të vepronim në mënyrë qorrazit firmostin për projekte apo për investime. Dhe ato që erdhen ose që vazhduan punën mas meje kishin të njëjtën kulturë, që përsëri nuk firmosnin qorrazit. Kjo gjë mbase ka qenë dhe arsyeja që janë devijuar fondet në zonat të tjera. Nuk dua të akuzoj kolegët e mi në zonat e tjera, por nuk jap dot asnjë shpjegim, sepse parku kombëtar Divja Karavasta ishte një nga parqet që kishte përfituar prej këtyre projekteve dhe duhet të vazhdonte sepse ishte një nga zonat pionere për të hyrë në më falë, se së mvinë edhe terma tash të këtyre parqeve europiane. Nga troj me Euronatur, prandaj. Nëjse.
dhe duhet të vazhdonte përsëri. Ai investimi i bërë deri në atë kohë ishte diçka e hedhur. Domethënë, ne ishim një zonë për të hyrë në rrjetin Euro 2000, që ishte ky rrjeti i parqeve europiane. Duke qenë një zonë emerald që jona, synon për të hyrë në rrjetin e parqeve europiane. Dhe ndërprerja e këtyre fondeve, ndërprerja e projektit, solli që e gjitha ajo faza e parë, gjitha ato investimet shkuan dëm. Dhe kësaj ka ngelur edhe parkun në numër. Ka një gjë interesante që unë dua ta ndaj me ju dhe me mënyrë të veçantë me dëgjuesit e Radio Lushnjës, Ardian, sepse ishte ky park me treguesit e tij, me numrin e vizitorëve, vendase të huaj, me mënyrën e performuarit të stafit, me arritjet që pati, ku u frenuan mjaft procese që në parqet e tjera lulëzonin si gjuetia, prerja e drurve, ishin dhe disa tregues të tjerë që ju sollën në qendër të vëmendjes dhe që morët atë emër aq të fuqishëm, në mënyrë të veçantë ju ditët të menaxhoni dhe nuk di ishte suksesi juaj, menaxhimi apo fat, ku patim një rritje të numrit të pelikanëve që folizonin dhe ju krijuar infrastrukturë e tillë, pelikanit Kaçurel, sa u kthye në simbol i parkut dhe çuditërisht pas largimit tuaj, më duket se edhe pelikanët janë larguar. Kur kam arritur në fillim parkun kombëtar Divja Karavasta dhe kam bërë atë supervizionin e parë në ishullin e pelikanëve, mbaj mend që ishin më duket rreth 30 fole në vitin e parë 2013, 2014 në dimër dhe dhanë diçka 21 zoj, shumë pak me shifrat që përmendet më parë. Dhe më parë ka munguar edhe promovimi i kësaj specie, si specie e rrallë, që mund bëjë edhe një atrakcion për turistët. Ne ishim në Lushje, unë faktën kam qenë në Lushje shumë vite dhe nuk e dija që kishe pelikan në parkun kombëtar Divja Karavasta. Masat e para që u morën për të ishte vendosja e qetësisë në ishull, duke rrethuar ishullin me tabela që peshkatarët ose turistët mos afroheshin të shkaktonin shqetësi. Dhe pastaj filloi edhe ngritja e nivelit të foleve, sepse ato gjatë dimrit kur kishte batis mbuloheshin nga uji dhe vezët ose ftofeshin, embrionet vdisnin, edhe zogjt e vegjël po ashtu. Dhe në këtë mënyrë filloi avash arritej numri i tyre derisa arriti vitet e fundit në rreth 85 fole që dhanë rreth 65-70 zogj. Mendoj që vazhdon akoma në këtë ritëm. Paktën jemi tek të njëjtat shifra me luhatje hermasere. Por mbase mungon vazhdimi i promovimit të kësaj specie, të dhënit të deklarimit të numrave që ka gjatë riprodhimit të tyre. Ne kemi kaluar një fazë shumë të vështirë në kohën e gripit të shpendëve, mos gaboj në vitin 21-22, dhe rreth 2 muaj përpara ne morëm informacion me email nga bashkëpunëtorët tanë në Turqi dhe në Izrael për rastet e para të prekjes së pelikanit Kaçurel dhe ngordhje në ta. Dhe morëm edhe në masat tona, duke bërë 2 herë në ditë monitorim të ishullit me dron, me qëllim që kur të shikonim në individ që kishe ngordhur ose ishte në fazën e ngordhjes, ta hidhnim sa më shpejt nga ishulli në mënyrë që të ruanim pjesën tjetër nga infeksioni. Kemi hequr 3 individ të tillë, në ishull nuk ka patur ngordhje të tjera. Ai sezon ka qenë një sezon jo i kënaqshëm, sepse patëm pak zogj të rinj, por ishe i kënaqshëm në drejtim të ruajtjes asaj pjesë e kolonisë që ishte pjesa riprodhuese e kolonisë. Domethënë pjesën e maturuar
që na dha mundësi që vitin tjetër ne vazhduam me të njëjtat ritme e një viti më parë që të vazhdonim riprodhimin. Ndërkohë që kolonitë që kanë qenë në Prespën e vogël në Greqi kishe rreth 2000 të ngordhur, duhet thënë që atje është kolonia më e madhe e pelikanit dalmat, 2000 të ngordhur në rreth 2800 individ, është një përqindje goxha e lartë. Kurse në liçenin e Shkodrës, në pjesën e Malit të Zi, ku është kolonia tjetër, në pjesën e Ballkanit perëndimor, kisha rreth 100 individ të ngordhur. Duke parë këto shifra, duke folë edhe me bashkëpunëtor, me kolegë, me studiues të pelikanit, rritëm në përfundimin që kishim arritur të ruanim atë bërthamë riprodhuese të kolonisë. Ardian, do të rikthehemi në një bisedë interesante në pika konkrete që kanë bënë me Parkun Kombëtar Divja Karavasta, si një nga njohësit dhe menaxhuesit më të mirë të paktën në historinë deri më sotme të këtij parku. Pak hapësirë për publicitetin dhe rikthehemi sërish bashkë me zotin Ardian Koçi, vlerësuar me çmimin Euro në Naturë për vitin 2025.